Ndërsa nga SPAK-u raportua se ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku është dërguar fletëthirrje për t'u paraqitur ditën e hënë para prokurorit dhe kreu i grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi denoncoi se ka sajuar udhëtimi jashtë vendit për të shmangur paraqitjen, duket se konfirmimi ka ardhur nga vetë zëvendës kryeministrja. Pas ditën e së premtes, Belinda Balluku ka postuar një video nga një tren, duke pohuar se ndodhet në Zvicër për një vizitë zyrtare. Po bëjmë një udhëtim nga Zyriu në Bern, duke provuar kështu edhe efikasitetin, eficiencën që Hekuruta ka, dhe duke bërë plane për një bashkëpunim të ngushtë edhe me Hekurutën zviceriane në të ardhmen, për sa i përket zhvillimit të transportit hekurudor, duke nisur me projektin e parë atë nga Tirana në Durrës. Më herët, me burime nga prokuroria e posaçme, u informuam se ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku është ngritur akuzë dhe pritet që ditën e hënë do të merret e pandehur për përfshirjen në afera korruptive, por ende pa u bërë publik lajmi. Ishte Gazmend Bardhi që denoncoi se kryeministri Edi Rama kishte bërë presione ndaj SPAK për të mos e thirrur Ballukun, ndërsa kjo e fundit kishte sajuar udhëtimin jashtë vendit. Duket se i pazakontë është edhe ky udhëtim, ku nga charterat private, eksponentët e lartë të qeverisë zgjedhin që të udhëtojnë me tren, që me sa duket stacioni i fundit do të jetë në SPAK.